Bashkia Tepelen vion të jetë pranë familjeve në nevojë duke i mbështetur ato përmes skemës së bonusit të qiras. Kjo ndihmë synon lehtësimin e barës financiare për familjet që përballen me vështirësi ekonomike dhe nuk disponojnë banesë në pronësi. Aktualisht këtë trajtime përfitojnë rreth 60 familje. Sipas të dhënave për vitin 2026, pritet një shtim i fondit të bonusit të qiras për familjet në nevojë. Bashkia Tepelen nga vit në vit, duke parë gjendjen e familjeve që janë në nevojë, sidomos familjet janë me një prind, familjet që janë me ndihmë ekonomike, familjet shumë në nevojë që se përballojnë dot ekonominë e tregut për të paguar qiran, dhe pothuajse çdo vit bëhet shtimi i numrit të familjeve që trajtohen me bonus qiraje. Vlera e këtij bonusi është 7.000 lekë për çdo familje përfituese. Bonusi i qirave për çdo familje është me vendim Këshillit Bashkiak është 7.000 lekë. Kjo niset nga fakti që edhe qiraja në bashkinë tonë nuk është shumë e lartë në krahasim me qytetet e tjera. Dhe mendoj që u vjen ndihmë të gjitha familjeve që janë në nevojë. Përmes këtij programi social, Bashkia Tepelen synon të garantojë kushte më të mira jetese dhe të mbështesë shtresat në nevojë.